Sot do t'ju tregoj si me përgatit bukë me vaj. Përbërësit që na duan për këtë recet janë bukë e ftoftë, që ju kam bërë gjatë javës, është shumë e mirë për me përdorë për këtë recet, vaj, kryp, qumsht dhe vaj. Para se me coptu bukën, e ndezim zjarmin për me nxe vajin, qesim vaj parafërsisht sa me imbulu, jo me imbulu, po relativisht mjaft për mi qitë bukët mi fërgu. Derisa të nxehet vaj, prem copat e bukës, bukë është bukë e ftoftë. Prem copa jo shumë trasha, jo shumë të holla, kështu si pishikni. Këtu kom lloje të ndryshme të bukëve që më kanë me gjatë javës se janë ftoftë. Janë forcu. Kjo është mënyra më e mirë për me i shfrytzu. Për fillim i qesim 2 vaj, ma vonë i shtojmë sipas nevojas. Varet sa bukë keni, sa doni me përgatit. Qesim pak kryp. Edhe kjo është sipas dëshirës. Edhe i shtojmë qumsht. Pra tash jemi të gatshëm me i fërgu. Ngjym bukën në masën e vajs, qumshtit edhe krypës, edhe qesim me fërgu. Mas ki kohë e kthejmë dhe skuqem pakës. Përgoni sa keni dëshirë, po më mjaft është kur se marrim vesh një ngjyrë. Tash janë gati me i hek. Vazhdojmë me tjerat. Në bukë e vaj me qumsht në u kam harxhu. Përgatisim alamat, në 2 vaj. I shtojmë prap pak të kryp. Kjo është si unë i përgatis bukët jo të freskëta me vezë. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.